Kaski treba da će to te tada, dobro što može. Maar je doet al van die dat ze er iets nog meer weten. Il rapporto di giorni, me da adesso niente di insomma.
Emilati. Jam administrator në këtë konferencë për Shqip, sot jam këtu me Gjaku Konjucën. Zgjedhjet e mënyrës qershorit, të cilat po afrohen, janë natyrisht zgjedhjet më të rëndësishme të mbajtura ndonjëherë në Republikën e Kosovës. Këto janë njëkohësisht referendum kundër krimit dhe korrupsionit, po janë edhe referendum kundër zajabicës së demarkacionit. Dhe janë zgjedhje ku ka për herë parë qartësi më të madhe politike dhe ku është vetëm një zgjidhje, e ajo është lëvizja e vendosur. Tani mos i gjithë gjitha fakti për koalicione ka përfunduar dhe lëvizja e vendosjes është duke i bërë përgatitjet e duhura që këto zgjedhje të ngarojë vetëm. Pakica nominale në kuvendin i cili e rrëzoi qeverinë para një jave, që ishte lëvizja e vendosjes, është dëshmuar që ka pasur drejt. Edhe zajebica dhe demarkacioni ishin gabim. Nuk u zvoglua as papunësia dhe ikën 150.000 veta porsin në okupim nga Kosova gjatë kësaj qeverisje. Nuk u luftua krimi organizuar e as korrupsioni institucional. Programi i lëvizjes së vendosjes, si dhe konsistenca politike e qëndrimeve dhe veprimeve, na bëjnë ne subjekte më të besuar për transformimin e Republikës, me luftim të krimit e progres shoqëror. Të gjithë ata që janë të gatshëm të bashkohen kësaj betejë për ndryshim vendosor, kemi qenë të gatshëm edhe të presim edhe të flasim. Ne kemi qenë zemërgjegj atë postë së blanke, por për shkak të posteve siç e dini të iku. Kemi qenë pas zemërgjegj edhe gjatë kohës së vonë. Pra për shkak të posteve AKR-ja nis më ikën. Ne jemi infrastruktura e ndryshimit. Natyrisht që jemi të gatshëm të bashkëpunojmë për ta ndryshuar Kosovën. Por përballë kemi njerëz me ambicie pushteti. Ata duan ta ndryshojnë jetën e tyre. Edhe ku ky ndryshim shkon në dëm të Republikës, në dëm të territorit, pasurisë e popullit. Ata duan të jenë superstrukturë, e vendosur përmbi Republikën dhe kundër saj. Ne ndërkohë jemi infrastruktura që garanton ndryshimin bashkë me popullin. Koalicionet e natës janë koalicione paniku. Ky panik është panik nga entuziazmi për ndryshim, i cili tashmë është rritur shumë te populli. Pra, paniku është frikë nga populli. Ky entuziazëm është entuziazëm për vetëvendosjen. Krejt bashkë. Vetëvendosje me popullin do t'ja kthejnë Kosovës Republikën, popullit dignitetin dhe mishen. I falenderoj. Zgjedhjet e mënyrës qershorit që po pritet vinë e kanë vetëm një kuptim. Ky kuptim ekziston vetëm nëse zgjedhjet e mënyrës qershorit janë mundësi për ta ndëshkuar politikën e keqe të koalicionit PDK-LDK. Për çfarë do që këta thonë, për çfarë do programi që ata prezantojnë, edhe PDK-ja edhe LDK-ja, ne u kemi parë atyre edhe qëllimet, edhe mundësitë e qeverisjes për gjatë një mandati prej vitit 2014 e deri sot. Për çka ka nevojë qytetari i Kosovës në zgjedhjet e mënyrës qershorit? Unë mendoj që ka nevojë për ndryshim. Për një ndryshim rrënjësor të kursit politikave të qeverisë. Dhe kush mund ta bëjë këtë? Ata që ishin deri sot në pushtet, ata që popullit i premtuan interesin e qytetarit dhe në fund e tratuan interesin e qytetarit për poste politike, ata që qeverisën Kosovën për vitit 2007 dhe sonën veç krim të organizuar dhe korrupsion, natyrisht që këta nuk mund të jenë zgjidhje. Zgjidhje për Kosovën, unë mendoj që është lëvizja e vendosjes, me konsistencën e vet, ajo e cila asnjëherë nuk e ka trahtuar interesin qytetar, ajo e cila ju kanë ofruar shumë poste, por asnjëherë nuk ka hyrë në qeverisje me PDK-n, e cila natyrisht që po ta kesh dëshirën, edhe po ta kesh ambicien të bën edhe kryeministër, apo të ofron në bëj kryeministër, mirë po këto për lëvizjen e vendosjes kur nuk kanë ardhur të shprehë. Sepse lëvizja e vendosjes mendon që shpresë për Kosovën dhe një hapësirë e re politike do të linë vetëm atëherë kur qytetari në votën e vet ta ndëshkojë politikën e drejtashme të koalicionit PDK dhe LDK. Kështu që ne i ftojmë të gjithë ata që ua kanë dhënë votën herën e kaluar këtyre dy grupimeve dhe janë zhgënjur nga ta.
ka shumë qytetarë të zhgënjur, me qenë se disa prej tyre kanë menduar që shpresën vitin 2014 ka qenë LDK. Ajo u amblodhi votat qytetarëve të Kosovës duke premtuar që njerëzit që e kanë konstruktuar rrjetin e kapjes së shtetit do t'i japin të fund dhe do t'i çojnë në shtëpi. Ata jo vetëm që nuk e bën këtë gjë, po ju bashkuan këtij rrjeti kriminal të kapjes së shtetit me qeverinë e Isa Mustafës në vitin 2014. Pra populli i Kosovës është përpara një situate të qartë. Në njërën anë e kemi Partinë Demokratike, e cila është përgjegjëse për gjitha problemet që neve na kanë ndodhur pas pavarësisë të Kosovës, prej vitit 2000. E kemi Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila e ka djeg shpresën e popullit të Kosovës për shkak të ambicieve për pushtet. LDK-ja ka argumentuar vetëm një gjë, që rehatohet shumë shpejt nëse i jep pushtet. Dhe ka mbetur vetëm lëvizja vendosje, e cila nuk është dorëzuar asnjëherë, e cila me konsistencë ka mbajtur parimet edhe qëndrimet e veta politike. Pra, PDK-ja kemi parë se çfarë qeverisje ka, kjo është qeverisje e krimit edhe korrupsionit. LDK-ja prej këtij arritjeve të prekshme vet iku, po ajo që na la ishte Hashim Thaçi president. Ky është i vetmi rezultati prekshëm i qeverisjes LDK-s në mandatin e kaluar. Pra i vetmi rezultat është Hashim Thaçi president që na e la, kurse lëvizja vendosur mendoj që gjithnjë më shumë po konceptohet si shpresja vetëm për popullin e Kosovës. Zoti Imeri, u tha që LDK-ja reatohet shumë lehtë. Pas dështimit dje që patët që nuk arritët marrëveshje me LDK-n pavarësisht negociatave, a e leni mundësinë që pas zgjedhjeve të bashkoheni sërish në fakt, pasi sot Isa Mustafa tha që e lani mundësi të tillë me vendosin për bashkëpunim pas zgjedhjeve. Vedeni që për një kohë brenda një afati të them kështu 2 ditor, kemi pasur vazhdimisht edhe kërkesa edhe publike edhe private për takime marrëveshje. Po ta kishin hallin të largimi i planit pronto dhe kadri Veselit, natyrisht që do të kishte pasur mundësi për bashkëpunim në marrëveshje. Po ata asë ishin të interesuar ta diskutojnë të gjithë, ishin të interesuar që diskutojnë se si të mos sulmohen me njëri tjetrin. Që nëmë kupton që ishin më shumë të interesuar të diskutojnë se si të rrugët të LDK-ja, se si të shpëtohet Kosova. Dhe në këtë drejtim mendoj që bashkëpunim në kushte të tilla nuk mund të jetë. Po flasim tash për një situatë elektorale, dhe pas zgjedhjeve, bazë të rezultateve, do të kemi një realitet politik brenda të cilit duhet veprojmë. Për çka është e rëndësishme sot të dihet është që lëvizja vendosje është subjekti i vetëm i cili edhe ka gjasën, edhe sinqeritetin, edhe mundësinë, edhe dijen, edhe programin, edhe vërtetin, edhe guximin në me ndryshu Kosovë. Dhe ky do të jetë ndryshimi i Kosovës. Me lëvizjen dhe vendosje, me programin lëvizje dhe vendosje, i cili prodhon edhe sovranitet për shtetin, edhe mirëqenie për qytetarin, edhe zhvillim për ekonominë. Po thoni që LDK ju kërkoi mos pas sulmonit Kosovë? Ata ishin të interesuar që ta kemi një, si të them, marrëveshje të tillë. Po për me është e rëndësishme që politika deri tashme e cila e ka sjellë Kosovën në këtë gjendje të ndëshkohet me votën e qytetarit dhe ky ndëshkim do të ndodhë më së shumti. Por ata thonë që ju keni kërku kryeministrin, zoti Çunuka, i bie që edhe ju po luftoni në parforme për pushtet. Zoti Imeri, fal. Asnjëherë nuk kemi diskutuar për një gjë të tillë me Dhe mire, a keni përcaktu zyrtarisht kandidatin për kryeministër, ku është Albin Kurti, edhe a i keni bë listat për deputet? Ne sot e kemi mbledhur në Këshillin e Përgjithshëm ku do të votohet edhe lista edhe kandidati jonë për kryeministër, natyrisht që kandidati i cili i ka të gjitha atributet e nevojshme për ta sjellë këtë ndryshim është Albin Kurti dhe ai do të jetë personi i cili do ta drejtojë listën dhe lëvizjeve vendosje në këtë fshat.
Zotri Kurti, ju thatë që LDK ka kërkuar që të mos i sulmojnë. Ju nuk e falë se se vendin. Libuni e Korovën mos Jo, shumë e qartë, jo. Ose të japëm kështu malën nuk e thonë në takë Zotri Meri, ju thatë që LDK ka kërkuar nga ju që të mos i sulmojnë fshatin, megjithatë në këtë konferencë sulmisht e kryesisht ndaj LDK-s. Ne çka thamë në këtë konferencë, çka kemi thënë vazhdimisht është që kemi konstatuar se si është keq qeverisur Republika e Kosovës veçanërisht atyre 3 viteve, po jo vetëm atyre 3 viteve, dhe pastaj se si lëvizja vendosje mendon se kjo Republikë duhet të mirë qeveriset në mënyrë që edhe të sovranizohet edhe të zhvillohet. Dhe në këtë drejtim, ata që kanë keq qeverisur kanë edhe më përveçshëm dhe kanë politikë caktuar që kanë ndjekur. Nuk mund të themi tash që nuk kanë qenë me qeverisje. Në vere, po flasim për zgjedhjet dhe se mos zgjidhet gjasa, askush nuk do të mund ta fitojë atë shumicën që të krijojë qeveri vet. Kemi pa një zhvillim po shumë dramatik mes PDK-s dhe të tjerëve që quhet koalicion të NATO-s. A e përjashtoni mundësinë që keni me bashkëpunu qoftë me AK-n, qoftë me nismën, ani pse tash jemi në një koalicion pas zgjedhjeve? Po është vërtet që ai ishte edhe koalicioni i NATO-s, mes NATO-s. Dhe ishte koalicion i cili do ka paniku. Dhe këto koalicione natyrisht nuk mund të prodhojnë ndryshim. Lëvizja vendosje do të dalë para dhe si e para, pastaj natyrisht që do të kontaktoj me subjekte politike për ta themeluar qeverinë. Dhe këto subjekte politike janë disa prej tyre që kanë vijat fuqe. Në vit fuqe ka Partia Demokratike e Kosovës dhe vit fuqe veçanërisht ka keq qeverisje e deri tashme që ka ndodhur në Republikën e Kosovës. Pra ata që deri dje shtynin me mbyll demarkacionin, sot e kanë kriju një demarkim të ri, i cili për politikën e Kosovës mendoj që është i dobishëm. Pra kemi 2 koalicione, edhe të panatyrshme, edhe jo parimore, edhe kemi një subjekt i cili është edhe bashkë me popullin, edhe vazhdimisht parimor. Ju falenderoj shumë. Allah gjustësi që ka në mere, cili është qëndrimi ju i tash Karshira, Mosha Radina dhe Fatmidimaj. I keni pas ka gjatë bashkëpuntuar një valvaki? Po, ne kemi bashkëpunuar dhe jemi jashtëzakonisht të lumtur që kemi pasur atë bashkëpunim, sepse për kohën ka qenë domosdoshëm. Dhe ky bashkëpunim i yni në protest ka arritur që të ndalë 2 projekte jashtëzakonisht të rrezikshme dhe të dëmshme për vend. Dhe në këtë drejtim bashkëpunimi ka pas edhe atë qëllim dhe e ka arritur atë qëllim. Tash për tash, kur flasim për rreshtime politike, mendojnë që vetëm një rreshtim politik është i drejtë dhe i përvishëm, e ajo është rreshtimi në vendosje. Për kursani po. Faleminderit. Jo, gabim kanë bu. Atë,